Majlinda. Mirë mbrëma. Nëci të stres në studio, faleminderit shumë për kohën. Hajde të lutem. Nëci t'ju kemi këtu, kjo është vendi për juve. Veç nuk patëm rastin takohemi më përpara, të them faleminderit edhe për librat, më thanë që na keni bërë dhurat shtu për fund vit. Gëzojmë që pata mundësin, faleminderit juve për ftesën. Faleminderit që je këtu. Me qemi edhe në prag shtu të festave të fund vitit, është një atmosferë më veçantë në familjen tuaj, pra si i prisni, ka ndonjë ritual që e keni për gjatë djetorit, jemi në 2 javët e fundit të vitit? Zakonisht, kur vjen kështu fundi i vitit edhe e pret një fillim të ri, mendoj se është një moment kur se cili prej nesh reflektojmë, që brenda familjes, që brenda vendesh ku punojme, ku së gjindeme, ku funksionojmë se cili prej nesh. Nështë ajo shumë rituale, se tash familjet kemi mbet të vogla, gjithë kush me obligimet e veta, por besoj që ndjehet ajo atmosfera që vjen prej asaj që e shehe dhe reflekton fytyrat e njerëzve dhe në sjelljen e njerëzve për çdo ditë, shumë edhe brenda familjeve gjithsesi. The që gjithmonë në fund të vitit, ose nga fundi i vitit, fillojmë edhe reflektojmë, por edhe i vëm vetës ca synime ose premtime që nga janari 2026, apo cili do vit që po hymë, do bëj këtë, do bëj këtë. Qa është një premtim që gjithmonë e ke bërë në fund vit e kur s'ke arrit me mbajt? Ndoshta me i kushtu kohë ma shumë vetës. Me u marrë me ndëgjona shpirtnore, që vjen një moshe, ndjenë se qere ma shumë, se i ke lonë diku mbas dore, i ke haru një copë tonë ndikun, base është dinamika jetës sot që e jo vetëm sot, për do breza si kur brezi im jo vetëm sot, po që shpesh herë e di që me vetën time e kam bo këtë premtim, edhe e di që prapë se mbaj, po si do qoftë nështë kjo është natyra njerëzore. Unë mendoj që s'është e veçantë vetëm tek unë, se cili prej nesh jemi pjesë dhe jetëve tjerve, ashtu si të tjerët janë pjesë e jetës. Të ta bësh të pakte në fillim të 2026, sepse sinqerisht gjithë se cili prej nesh mendoj e kemi këtë dëshirë dhe premtim që ja bëjmë vetës, duke ditë sa e rëndësishme është t'i kushtojmë vetës atë kohë. The që tani nuk është se keni ndonjë ritual si familje, me qeni edhe më pak, po kështu s'ka qenë dikur në familjen me cilën ti e rritur, me 6 fëmijë, duke qenë më e madhja. Ndryshime shumë, sigurisht edhe për shkak të kohës, po fund viti i asaj periudhe me të sotmen, është e çuditshme si kujtesa, nuk e di, ndodh me të tjerë, po nga njëra kam përshtypjen kujtesa nuk sjell kështu veç sekuenca vizive, si me thonë, veç pamjet, veç shkëlqimin e bezullimit, patjetër. Mendoj se ndjesia që shpeshherë ndoshta nuk lidhet vetëm me festat, po thjesht ndoshta lidhet edhe me moshën që e kemi pas, ndoshta s'ka të bëj veç me një moment. Mandej, ndoshta pse përpara kemi qenë më pak të ekspozum prej televizioneve, prej asaj që ka bota prej jashtë të ofron, kemi pas kohë ma shumë për njëni tjetërën. Edhe pse unë vi takoj brezave që jo krejt kemi qenë, si me thonë, të shmang asaj botës moderne leteme, se ka pas njës pak televizionet e programet e kështu diqka, po që menoj që prej krejt kështu ngjarjeve kujtoj një vitri kur s'ka pas rrymë. Edhe kur nga ka dalë kohë ma shumë për njëni tjetrin. Një moment i mirë, kur se cili ishim ledhë prej obligime shtuna, s'ka qenë fëmijënia shumë e hershme, po që nga doli kohë ma shumë me u marrë me njëni tjetrin. A mendoj që kjo është një diçka që ma kujton edhe e sotnja. Shpeshherë, jeta se cilit për nesh, unë tashmoj kam fëmijët e rritun, edhe ti i gjenë në punë edhe natën e vitit rritë, më që nuk e kanë mundësin edhe luksin me ndaj deri vonë, po që e pret atë momenti kur e bën atë kapërcimin, le të themi, te një vit i ri që eventualisht ta jep mundësin për një fillim të ri, edhe pse ka diku një shprehje filozofëve të moqëm që s'jetojnë mirë ata që jetojnë gjithmonë prej fillimit, po me gjithat mendoj që është nështë apse në këtë shoqërinë të unë kemi përjetu shumë shka, mendoj që është një moment i mirë me pasi, si rizgjem shprese, si një mundësi për me bo diçka të rejet bukur, për veten edhe për tjertë. Thash që ju, nga fëmijët, keni qenë më e madhja. Apo jo? E keni pasur atë rolin e, ta them të nënës së dytë, që gjithmonë është më protektive, me më shumë për kujdesje dhe për të tjera? Mendoj që krejt fëmijët më të mdojnë familje kanë këtë edhe ndjesi, po edhe sjellje, ndoshta qasje. Unë edhe sot shpeshere gjej vetën në raport me kolegë, sikur flas për një toni të dikujt, sikur është ma i moqëm, se sa shpeshere referon vetës si dikur që i ka një 200 vjetë. Do me thonë thjesht për shkak ndoshta të përvojave, ku diun çka.
Po që mendoj se po, roli qenit ma i madhin familjet a jep ndjenjen ma të madhe të përgjithësisë, bon pak ma shumë disiplinum, njëherë si dikush prej cilit pritet ma shumë, ndjen ma shumë përgjithësi, edhe mendoj që është me ateksu me të ne që jemi fëmijët ma të ndaj. Po që unë mendoj që kjo ka ardhur ndoshta jo veç prej këtij fakti, po edhe prej asaj cilës kohë i kam taku, cilit brez i kam taku, sepse mendoj se na si njerëz nuk frymësohemi thjesht brenda familjesh. Ne frymësohemi edhe prej atij rrethi njerëz që na i kemi afër. Edhe prej miqve shoksh me cilë tretohemi, edhe prej rrugtimit që marrim e çka takojmë rrugës, kështu që secila prej këtyne mandej gdhen diçka në karakterin ton, edhe bëhet pjesë e jona. Edhe unë mendoj që sot kur sido që unë të sillem edhe sido që unë të funksionoj, kujtoj që ka marrë gjithçka nga pak prej jetës, qo prej familjes, qo prej atij rrugtimi edhe prej njerëzve që më kanë rrethur. Për shembull, duke ditur edhe kontributin e saj, por edhe gjithë rrugtimin tënd dhe formimin tënd të karakterit, unë mendoj se ke marrë shumë nga gjyshja e nanës, me të cilën edhe jeni rrit po tema, ajo ka jetu në shtëpi me ju. E kam përmend sa herë, sidomos e pjesa shkrimeve, sidomos i përmend këto librat e mi, unë kam pas 2 gjyshet, jo gjyshërit, po gjyshet. Mirë po, nana mamit ka jetu me ne në familje, atëherë s'ka qenë shumë e shprehun kjo, sepse zakonisht kanë jetu me djem, pa ajo nuk ka pas një djalë dhe ka jetu të ne në familje. Edhe mendoj që ajo vetë ka qenë një grua e cila në mënyrën se si ajo ka folë, ose në mënyrën si ka pas qëndrimin, ka qenë e pamundur mos me undiku prej saj, ose mos me marrë diçka prej saj. Dhe unë menoj që unë ka marrë pak diçka prej saj, edhe më gëzon këj fakt. Ajo ka qenë një grua mrekullueshme që atëherë s'kemi pas zgjedhje shumë. Ajo edhe ma pak në kohën e saj. Po, shpesh e mendoj si do t'ishte, po t'i kishte mundësi që i kemi sot. Qoftë unë, qoftë brezat ma tri. Një gru që me të vërtet ndoshta me atrofimet e saj më ka servu shumë çka edhe fëmijënia jam bëhet më e bukur pse ajo të gjyshja tjetër të dyja bashk kanë qenë pjesë fëmijësim. Çka është një po them rezistencë e saj, apo një moment ktheseje që gjyshja ka bërë që ti edhe sot, ose mbase edhe kur e ke dëgjuar për herë të parë si histori të kamahnite edhe ndoshta të ka bo me e kuptu më ndryshe gjithë filozofinë e jetës. Ndoshta jo që lidhë direkt me mu, por majmen prej rrëfimeve të saj dhe jo vetëm të saj, po edhe të nanës sime dhe tezeve të mia, momentin kur gjyshja ka ndërhyer dhe ka kërku si me tonë prej burrave të familjes që nana jam edhe tezja jam me vazhdu shkollën. Ajo s'ka mri me hy në odën e burrave, po ka folë qysh prej jashtë, si me thonë dhe ka insistu që vajzat e mia kanë me vazhdu në shkollë. Edhe të dyja pastaj, jo 2 vajzat e mda, se kanë qenë brez ma i vjetër, por 2 vajzat e vogla, mamin dhe tezja vogël, kanë vazhdu pastaj normalen edhe akademit e ciklit klasor aso kohë edhe mandej kanë funksionu, kanë punu si mësuse në vendinjet e tyre për vitet tona. Kështu që ai ka qenë një moment kthesës që mendoj e ka ndryshu jo veç fatin e nanës sime, tezës sime, po mendoj edhe fatin e saj. Se pastaj ajo jetën e saj e ka pas lidhur me vajzat edhe me neve pastaj si pasazh. Dhe kam përshtypjen që kur bëhesh, kur rritesh edhe bësh një grua pjekur, sidomos ju që jeni nanë e 2 fëmijëve, i sheh më ndryshe gjërat sot, Imagjino sot në pozicionin tuaj si nën ta kujtosh se çka ka bërë një nën për fëmijët e vete dhe në çfarë rrethana. Unë ajo e merr një moment, domethënë ne sot pas sa vjet, mbas kohës kur gjyshja ime, mbas gjyshit tjerëve kanë jetu, ne sot bëjmë betejë për pozicionin e grusë dhe për gruan e drejtat e saj në shoqërinë tonë. Dhe në atë kohë me marrë guximin, ajo fola ajo vetë ka qenë një grua e pashkollume. Po thjesht e ka mri me vlerësu, ka mri me hetu, si tushe me ndi në vetveten e vet sa rëndësishme është që dikush t'jeti pavarur në jetën e vet veç mas një gru. Edhe mendoj që kjo pastaj, edhe në jetën time sot, çështjen e barazisë së grave me burrat edhe pozicionit saj në shoqëri nuk më lën me pa thjesht si një punë zakonshme që unë e bëj thjesht për pagën apo pse unë besoj. Unë e kam edhe si kauzë personale, edhe një diçka që e ndjej shpirtnisht, sepse me të vërtetë është një diçka që është stërëfy në familjen tonë edhe që e ka bo pozicionin e grusë mbase më të çmueshëm e më të vlerësueshëm edhe në rrethet ku na kemi jetu. Thash që prindrit
Pra në momentin që e përjetojnë, atë ndjenjë, biles shpesh herë edhe me nanën ti, ma thot shpesh, mendoj që krejt prindrit e thonë, hajtë se kupton ti vetë kur të bohesh nanë. Kur e ke ndjeti më shumë ti këtë fjali? Mendoj që kohët ka ndru shumë. Ka njerë mendoj që shpesh herë mënyra se si arrihen gjërat për individin, nuk janë tjerë se diçka të rasohet në përbreza, po është edhe ajo qëndrueshmëria që secili e kemi në vetvete. Nuk mjafton të tjerë të qelin rrugën për ty. Nga njerë, jo nga njerë, më mendoj gjithmonë duhet të qëndrosh ti për ato që dëshiron të arrish. Dhe unë mendoj që nëse ka diçka që kam ri me e bote fëmijët e mi, edhe te vajza që është fëmija më i madhe dhe te djali, është pikërisht kjo, që ata duhen me u përpjek fort për ato gjëra që dojnë me arrit. Edhe mendoj që të dy e bojnë. Se cili me karakteret e veta të ndryshme, por të dy e bojnë. Dhe mendoj që kjo është e rëndësishme për se cilin. Po, e vërtet, është e nevojshme kjo sinergjia përbashkë, kjo përpjekja përbashkë, qoftë shtetërore, qoftë si kolektiv, si shoqëri, për progresin që duam të arrijmë, por mendoj që është shumë e rëndësishme si ndërtohemi ne si karaktere, si ndërtohemi ne si individ. Sa përpiqemi ne për të arritur ato pika, atë vizion, ato letemi qëllime që i vëm vetës për para. Dhe në këtë kuptim mendoj që secili e kemi obligim kaq të përpiqemi të bëjmë të karakteret e fëmijëve tonë. Po pastaj jeta i sjell momentet e veta, situatat e veta, secili ka marrë rrugët e veta, pavarësisht dëshirave mbase tona edhe pavarësisht asaj sa prind të ndrojnë për fëmijët. Ju keni studiuar për gjuhë e letërsi? Studimet bazike, po. Si erdhe të përzgjedhja? E ke dashur për herë, pra ke qenë nga ato lexuese të rregullta si pasion të fshehur që më pas deshe edhe ta studioj? Në gjë, unë jo rasisht po e përmeni këtë i takoj ati brezin, sepse me të vërtet menoj se ato brezat tonë, jo vetëm ai brezimi ngushtësisht, por 3-4 brezat asaj periude kemi pasur goxhat vështirë edhe për zgjedhjen e profesioneve. Ka qenë koha kur kemi viju shkollimin sistem paralel. Unë personalisht të brezim asnjë ditë nuk e kemi bo në fakultet, do më thonë në objektet në zyrtare, le të themi të universitetit. Gjithçka është zhvillu një sistem paralel në objekte private me shumë vështërsi edhe ekonomike edhe të natyrave të tjera. Edhe këto mendoj që në njërë anë mbase na kanë ndonë pa e shiu atë pjesën studentore, por në anën tjetër kanë ndërtu të ne karakteret qëndrueshme. Sa do që na dhe të sot me në përballëve më duket si kur jemi si breza ma rezistent, si kur nuk zhgënjehemi dhe në skajnë e fundëm sa mos me mri me ungrit edhe njëherë. Edhe ndoshta kjo është, si me thonë, ajo stresimi që është bote ne, pavarësisht se në anën tjetër, natyrisht ne akumulojmë emocionalisht, nuk jemi as ne të gurt. Dhe mendoj që shpesher e reflektojmë këtë edhe, ndoshta pastaj, po ashtu prapë në familje kjo mundet me u vrejt ma shumë, po që përpiqemi me funksionu me dinamikën që sjell jeta sot. Që është shumë e shpejt, që është me sfidat shumë fishta, mund të mos jenë të njëjta me të kalumen, po që janë sfida gjithashtu sot, vetëm me një dallim. Atëherë s'kemi pas shumë zgjedhje, e sot ka zgjedhje shumë. Ju më pyetët pse ndoshta ai drejtim, me thonë drejtë unë në shkollën e mesme kam qenë drejtim matematikor natyror, edhe pothuajse gjithë përgatitjet e mia fillimisht ishin bo me u regjistru në fizika së kohë. Qa ndryshoj? Gjithmonë me ëndrat e mia me regjistru ma vonë një astronomi ose diçka të tillë, do me thonë ato ëndrat e një fëmije që mbase edhe sot i ka dikush. Ku di unë pse ka mendu, po edhe ma vonë vjen një moment kur kishte shumë vështërsi edhe me vazhdu, sepse më duhej me utu prej Drenicës, prej Drenës të Glogofci atëhershëm, edhe me ardhë në Prishtinë, kur s'kishte paga, kur ishte shumë e vështirë gjithçka, por në anën tjetër ka qenë një fakt logjike në atë kohë që në përgjithësi duhesh me menu mandej edhe për pjesë, edhe për familjen, duhesh me kriju familje, duhesh një mendësi që i ka taku kohës, që si kemi ikë as brezion. Edhe në një moment të tillë pastaj, si thush një dakordimi për bashkë edhe me prind, po vazhdoj këtu në mënyrë se ta krijoj një bazë përgjithshme, edhe fakti që kisha lexu vazhdueshëm, e ku di unë çka edhe kështu. Mirë, po unë kam qenë të drejtimi gjuhë për një periudhë kam punu në arsim edhe në atë periudhë kur sa kam qenë studente, se kishte mungesë të mësuesve edhe të njerëzve që ishin gatshëm me punu pa paga në atë periudhë, 1-2 vite kështu. Pse kështu? Përmend edhe vështirësitë ekonomike gjatë periudhës së studimeve dhe gjithë ky udhëtimi.
E ke qenë nga ta të rinjët që kam pas të hollat e vetë me ato të biletës së udhëtimit që i kam pas për gjithë ditën? Ka qenë shumë e vështirë, ndoshta as ato. As ato. Shpeshherë njerëzit kanë pas edhe mirë kuptim, ndoshta të kanë pas e jeni 2, 3, 4 prej familjes që po udhtoni po ndjekni studime në Prishtinë dhe ato fillun në aso kohë autobus privat nuk ishin thjesht. Do më filloj diçka me lëviz në një drejtim pak më ndryshe, ndoshta qysh edhe e shohim sot, edhe kishte edhe mirë kuptim, po shpeshherë po. Shumicën e studimeve, do më thonë për aq kohë sa unë kam vazhdu me indjek, se unë kam qenë studente e rregullt edhe realisht do duhet isha vazhdueshëm në ato ligjërata edhe në çka do që kishim rreth studimeve. 2 vitet e para po, mirë po ma ndejëm, fillova me punu edhe si tush edhe studimet i kam ndjek me kështu, vija shkoja 24 orë, shpeshherë ka qenë një 4 orë gjumë, po pjesa tjetër ka qenë gjithë kohën aktivitet. Punë, mandej këto ligjërata dhe provime që ka kesha, mandej jo ushtrime se në aso kohë zvdesnim në përgjithësi për këtë pjesën e kulturës pëse s'na lejonin televizion ose s'na lejonin hapësira. Krijonim, gjenim mundësi, kishim një teatër amator në Drenas, edhe aty funksiononim gjithashtu, në basa saj pastaj një pjesë tjetër që unë ja kisha vu vetës si përgjithësi edhe që kështu. Mendoj që ka qenë periudhë shumë e vazhdueshme, aktive, në të cilën më vjen mirë që kam bë pjesë. Vjen mirë që kam bë pjesë. Shpesh kur e kujtoj, ndoshta këto janë sekuencat që ma shumë më vinë edhe ma të fresta, se tash distanca kohore e bën vetën, edhe ka qenë jo periudhë lehtë, por periudhë në të cilën je ndjerë i vlefshëm. Je ndjerë dikush që po bën diçka. Atë sa kem rri me bo. Pavarësisht vështirësive, pavarësisht edhe përjetimeve të kaluara, se s'mund të ndalem të 96-ta edhe të burgosja politike juaj. 97-ta në fakt. Kur unë kisha veç 2 vjeç, imagjino. Tash e merë me mend pëse tash më duket se i kam 200 vjetë. Po mënoj, edhe aty, unë s'prap nuk jam përjashtim, nuk jam dikush i veçan. Po mënoj, ne kemi qenë ato breza, unë kam taku si tush organizatave ose rrymave, hajde po themi që kanë bo edhe punë ilegale në atë kohë, për arsye se të punosh legalisht nuk ka qenë gjithmonë rruga e vetme edhe si tush vetëm ai opsion. Fakti se gjithë shka kishte një blokad të përgjithshme edhe shihej se ajo rruga paqësore që ishte përzgjedhë që shumica e popullsisë në farë mënyre mbështeteshin në të nuk po jep ke rezultatet e veta. Atëherë ishin edhe këto organizimet jashtë kësaj rryme që përpiqeshin ose thjesht e kishin bindjen se duhet me ndru qasja. Ata unë kam bë pjesë të njëna prej këtyre organizatave. Ndoshta aktiviteti im sërish është lidh shumë ma shumë me pjesën publike se sa me pjesën ilegale, por po edhe pjesa ilegale e ka pas një segment vetin për cilin pastaj nuk jam arrestu vetëm unë, ne jem arrestu në janarin e 97-ës, janë arrestu në numër i madh njerëzish, po pastaj ata që kemi mbet në burg dhe që jemi dënu, kemi qenë 2 grupe, grupi i UÇK-s, edhe kështu po i referohem se kështu i kemi referu atëherë, të grupi LKÇK-s në cilin jam arrestu dhe jam dënu edhe unë. Mandej ajo periudha pasuse gjykimi e të tjerat, po kështu ka qenë ajo periudhë. Nuk kam qenë përjashtim, Jo, e kuptoj. Për gjeneratat e reja, për brezat e rinj, mbas edhe për fëmijët nuk e di sa shpesh të kam pyetur ose sa shpesh nuk e folur për këto ditë aty, ose si ka qenë i ditë aty. Nisur nga Verona, unë familje, unë kam qenë arrestuar e dënuar, po unë kam edhe bashkëshortin i cili kam bajt 4 vjetë burg. Është brez pak maj vjetër se unë, po që gjithashtu i takon atyre brezave që qysh, kur unë kam qenë fëmi, a i ka bo aktivitete dhe është dënu. Dhe menoj që për një periudhë të gjatë, jemi përpjekur me i rujt fëmit prej rrëfimeve të asaj pjese. Jo në base se ti nuk dënë si prindi me ju ofru kujtimet e jetës tonë dhe ato që e formu ti, por nështë pse kemi dash që me lirin fëmit tonë mës me ngarku edhe me atë pjesën e dhimshme të kujtesës sonë. Sepse burgu nuk është diçka e letë, as diçka që e bën kërkush me qejf. Por, vjen një mosh pastaj e fëmijëve që rrëfimet të tjerëve, rrethi ynë shoqëror, i shtyjnë me pyet, duan me ditë
çka ka qenë, pse, me kënd keni qenë, për çka jeni përpjek, cilat kanë qenë veprimet, si ka qenë me burgu. Edhe natyrisht që jemi bo pjesë, si tush kemi rëfyje edhe për atë pjesë. Mendoj se tash e kuptojnë drejt, se si të rritur është ndryshe me e kuptu drejt edhe përpjekjet edhe atë periudhë. Po që sërish po thomë, po përpiqemi me jo veç ne fëmijëve tonë, po mendoj ju kemi bërsh brezave të ri, që me ju servu mbase jo me harut kalumen, por me paketu në atë formë sa ata me kujtu atë periudhë si periudhë qëndrese dhe periudhë sakrifice, të cilën duhen me transformu në punë dignitetshme të ndershme sot, sepse mendoj që patriotizmi në prej një faze kur e kanë nënkuptu këtë sakrificën edhe fizike, edhe të jetës së njerëzve, ka ardhur në një fazë tjetër kur duhet me u rimodelu. Duhet me u pasi përgjegjshmërinë në shoqëri, si përgjegjësinë punë, si betejë vazhdueshme për dinjitet edhe me nënkuptu lirinë si një diçka që nuk është kur e sigurume edhe për cilën duhesh me bo përpjekje vazhdueshëm. Sepse liria ashtu që zhvjen, pa tjetër, mos me konservuesit mirëqenë, sepse liria kërkon angazhim të vazhdueshëm. Dhe sa herë harrojmë se me sa vështërsi dhe me sa sakrifis liria ka ardhur, edhe shirimi ka ardhur, atëherë mendoj se kemi problem serioz me njeriu në këtij vendi. Në këtë kuptim s'kam prirje me hedh përgjegjësinë vetëm te kategorisë caktuar shoqëni. Unë mendoj që secili prej nesh edhe si individ, përfshi fëmijët e mi, përfshi veten time, bashortin tim edhe çdo tjetër që unë, edhe miq edhe shok, ne kemi përfunduar një fazë kur kemi menduar se na ka taku me bë diçka. Për vendin, për njerëzit e këtij vendi. Por mendoj që sot janë përgjegjësi të reja, për kushtim i ri edhe për pjekje të reja. Kështu që nuk ja vlen me odërzu. Për të dalë të e sotmja edhe të kjo ku fëmijët rriten në një vend të pavarur, me lirin, edhe me ato përpjekjet e vazhdueshme që përmendet në fillim për një barazi, edhe gjinore, edhe një pozicion më të mirë të gruas në shoqëri. Sot, pavarësisht përpjekjeve, edhe progresit që është bërë ndër vite, jemi mirë, jemi shumë mirë, si e vlerëson? Dëgjoj Vlerona, kam prirjen mos me bo krahasimin me atë periudhë, sepse janë kontekste që s'mund të krahasohen. Do më thonë, në asë një rrethon, krahasimi me atë periudhë nuk do t'ishte i duhuri. Ajo ka qenë një periudhë në robëri, para së cilës e përmenda më përpara, jo që s'kemi pas zgjedhje, po kemi qenë një luftë për mbjetesë. As lufta dhe as përpjekjet tona nuk kanë qenë zgjedhje prej pse na i kemi dashur. Kanë qenë zgjedhje që na i kemi bo, sepse s'ka pas rrugë tjetër për me mbri deri te kjo që e gëzojmë sot. Tash e sotmja, a mundet me qenë ma e mirë? Unë besoj se po, sikur përpjekjet e përbashkëta të shkojnë në atë drejtim. Sikur secili prej nesh, edhe njerë po them, kemi përgjegjshëm përballë atyre punëve që i bojmë, secili prej nesh. A ka nevojë për ma shumë drejtësi, a ka nevojë për ma shumë barazi, po themi, se për perspektivës së punës që e bëj, nuk mund të asho ndryshe. A ka nevojë për mënyrë të trajtuar të barabartë të njerëzve, me u ndjerë të gjithë pjesë e barabartë e kësaj shoqërie? Unë mendoj se po. A ka nevojë me ju dhënë njerëzve hapësirë më shumë, me ndjerë vetën të vlefshëm këtë shoqëni, me e pa se kanë rol dhe kanë mundësi ndryshimi secili për njerëzve këtë shoqëni, unë mendoj se po. Ka hapësirë edhe duhet. Apo e bojmë, unë mendoj se ne po vazhdojmë të piqemi në këtë lirin tonë, edhe në këtë të sotmen tonë. Natyrisht këto janë fazat vështira, ne shpesher i referuojmë thjesht transformimit, ose si me thonë këtyre ndryshimeve robëri liri, robëri shlirim, ose qenit të humbun edhe të në margjinat një shteti, të qenunit shtet. Mirë, po s'duhet me harruat një gjë tjetër, se këtu ka transformime dhe ideologjike, ka transformime që janë sistemit, ka transformime që po i bëne sotmja me atë dinamikën që përmendëm jo vetëm të shpejt, po dhe edhe dinamike cila po rëndësisht po e ndryshon mendsinë edhe mënyrën që funksionon njeriu sot. Kështu që mendoj përballë krejt këtyre sfidave, po bëhen hapa, nuk është se s'bohen, megjithatë gjithmonë kërkesat vazhdojnë me qenë mas sfiduese për njerëzit tu dhe mbjen mirë që brezi i ri kam përshtypjen që me këto hapjet le të themi digjitale tashtje, me këto mundësi që ka interneti, me lëvizjen edhe daljen në botë,
Kam përshtypjen se po i zonë dhe po i një farë mënyre po i sjellin edhe po i bëjnë pjesë të asaj që po e përjetojmë sot edhe po jetojmë sot. Flasim pak edhe për fëmijët, apo ardhjen e tyre në jetë. Në çfarë thona, si ju gjetën ato edhe çfarë kujtese ke nga ajo kohë? Sa ka herë o Lirona. Sot dhe kam me të kthy në kohë veç. Vajza thash, fëmija i parë, do më thonë, ka qenë periuda e luftës, kur ka lja është fëmijë lufte, kështu që vazhdon me qenë mbjetuse dhe rezistuse, është natyra e saj. Në anë tjetër, djali pastaj 6 vjetë më pas, një natyrë tjetër, ma e ndrojtur, ma e tërhjekur, ma studios, po që besoj që secili prej tyne po vazhdon mirë. Unë kam po pjesë të njerëzit që ndoshta për shkak të krejt asaj që kisha akumulu, edhe se nuk si tu shtazanit janë ai momenti kur trupi tregon edhe ato gjona që ti shpesher ja shtreson vetë se ja mbulon qoftë me kujtimet e reja, qoftë me veprimet e reja. Nuk është se i kam pas periuda teta, as pjesa mbas luftës nuk ka qenë periudhe lehtë, ka pas përpjekje mundim goxha shumë me mri një gri mirëqenie mbase për me usill normalisht ta mi ofru fëmijëve një minimum të mundshëm, ndoshta qysh shumica njerëzve në këtë shoqëni e kanë, po që mendoj që kur ajo pjesa që lidhet me edukimin e tyre, që lidhet me formimin e tyre, mendoj që ja kemi dalë si prind, e matutje është jeta e tyre, shpresoj kaloj gjithçka mirë që shprindrit dojnë për fëmijët, jo vetëm për fëmijët e mi, edhe për të tjerët, edhe për fëmijët në atë mes. Që ndryshoj tek ju si grua pas ardhjes një të vajzës? Një gjë, ka qenë periudhë vështirë. Kur unë isha largu se ne përmendëm Burgun, do me thonë, kisha në atë periudhë e rrezikume me u rikthy në Burg, sepse kisha majt një periudhë të hetimeve, dhe pastaj u dasht me lëviz për mos me vujt pjesën tjetër të dënimit, unë kisha dalë në Shqipëri. Dhe ishte periuda kur këndej veç filloj lufta. Do më thonë, unë isha arrestu në janar 97, jemi gjyku në fund të majit 97, mirë po në ndërkohë prite kjo gjykimi i shkallës së dytë, edhe duhej ose me shku me vujt dënimin, që kishte gjasa reale të arrestimit të sërishëm, ose me lëviz me dalje jashtë vendit. Dhe sa po dolëm në Shqipëri, këndej fillun sinjalet që po niste lufta. Ishte ngjarja në prekaz, ishin dhimbja për njerëzit që i kishim lanë këndej, jo thjesht familjet, po kishim miqe shok me cilit kishim punu e kishim qenë bashk. Dhe në atë periudhë, unë e kaloja këtë periudhën e vështirë të shtazani, sepse unë po përgatitesha me hyrje realisht sërish në Kosovë. Ishe afër me dikën nga familja, mbaje kontakte? Jo, sepse atë unë familje direkt nuk kam pas telefon, nuk isha dikand rotull, ka qenë shumë periudhë e vështirë. Unë po them, ka njerë është shumë e vështirë me shpjegu tash, për atëherë, nuk është se kishim mundësit e sotme. Zo me familje në kretë atë periudhë një 14 muaj, sa unë kam qëndru në Shqipëri, do me thonë ko mujt me fol një 4-5 herë krejt me familjen, sa me ditë se jam diku nëse se janë diku. Edhe ata pas taj periuda luftës i shpërndau gjithandejro për Kosovë, që ka qenë e vështirë, si kur për gjithë, nuk s'kam qenë asnjë lloj përjashtimi. Po që shëndeti pas taj, kishte imponu këtë pjesën tjetër që lidhe edhe me shtazanin edhe në atë periudë me veshkat, probleme shëndetësore që si duket ishin pasoj, ishin shtresusi, me thonë, ishin bon një mas një. Kështu që nuk e di, nuk është se e kam shiju atë periudhë shtazanie. Nuk është se kisha, do më thonë, gjatë gjithë kohës ti mendoje për njerëzit që janë këndej, ti mendoje për krejt ato që ka pëndote këtu, edhe në anën tjetër e dje se ti po prat një qenje të re, një fëmijë me sjell një jetë, për cilës se dije se si do të përfundon në rrethonat as në Kosovë dhe për rreth në fundit. Nuk ka qenë shumë periudhë me shiu gjatë mirë po, në atë periudhë, e këtu nështë qenë një moment i mirë, se na nuk hezitoj me thonë faleminderit njerëzve, për që një moment i mirë me thonë që në atë kosa kam qëndru në Shqipni, ka pas familjet e këtë cilat ne kemi qëndru, një në Tiranë, në fakt 2 në Tiranë. Ka qenë familja e një shoqësime, cila është vra pastaj në Maqedoni, në Tanush, në luftën e Maqedonisë, familja Hyrjeminit, te cila fillimisht kemi bo strehe dhe kemi ndajt gjatë, te cila familje kemi hangër buke, kemi gjithë strehën e parë në Shqipëri. Pastaj prej aty kemi kalu të një familje tjetër, me burin e shtëpisë i cili ka qenë Sarandiot,
edhe grua një dibrane e sojme, fisnike që tonë. Dhe pastaj kemi, mbas disa mujsh, kemi kalu në Durrës, në familjen e një Gjirokastriti me gru shkodrane. Kështu që, si tush, atë simbolikën e gjithë asaj që ndoshta kemi pas ne si njerëz që jemi tati brezit, atyre bindjeve tona, që ndoshta s'ka ndryshua sot, e kam pas në për këto familje. Dhe kujdesi këtyre familjeve ndoshta më ka bo me mbjetu edhe me qenë sot këtu. Mos këshe egzistuaj kujdes. Edhe hapja dyrve prej atyre, unë mendoj se këshim pas shumë vështirë edhe atje me mbjetu. Shëndeti i dopt, si tush ka pas plot arsye për çka ka qenë shumë e vështira ajo periudhë. Do të dalë në një periudhë tjetër dhe dua të mundohesh me që po thua që këto kthimi në kohë të jep pak edhe emocionet të po asaj kohe. Si mi përshkruan dot ato të 17 shkurtit 2008-ës? Periudhë, unë atë periudhë kam qenë duke punu në Kuvendin e Republikës Kosovës, kam qenë staf administrativ. Kështu që unë s'kam rri me pas sikur krejt tjertë në base çka po ndodhë në salë, sepse kemi qenë të pjesa e stafit administrativ aty, por natyrisht një përmbledhje si tushe sakrificave të brezave në një ditë që unë menoj jo thjesht domethënien, po edhe simbolika e saj vazhdueshëm pastaj na ndjekën se cilin moment. Ajo ka qenë një sublimim si tushe gjithë aty në përpjekjeve, natyrisht që ka njerë është vështirë me i përkthy emocionet e një qasë, një momenti, me i përkthy në një diçka që shprehet me fjalë. Unë mendoj që të vetë më ngjatë që mundemi me bo, po flasë për njerëzit në shtatë që kemi dëshirë me i thosh shpesher unë edhe me shmit shpesher njerëz që i kemi taku një ideali edhe kemi mbet në shta idealist, mundemi me përkthy veç në veprimet e përditshme. Nga njerë emocionet nuk janë diçka që ti i shprej edhe mrin me i shprej me fjallë. Por mendoj se në përpjekjet e tuat përditshmet, qenit njeri i ndershëm i këtij vendi, qenit njeri i përgjithshëm i këtij vendi, tu e mos haru kur atë pjesë sakrificës e njerëzve në këtë vend, mendoj se mrim me transmetu respektin jo thjesht për atë ditë, po për gjithçka tjetër që është bo për me mbrita ajo ditë. Edhe gjithmonë se tush ardhja ose rikthimi i datës të rikthen në po të njëjtat emocione, mendoj për secilin për nesh që e kemi përjetu. Historia nuk preket veç për atyre që si tush e bojnë luftën e madhe. Historia preket edhe kështu, e për brezave t'juj që keni përjetu atë moment. Prandaj mbase keni edhe pjesën e përgjithësisë që duheni me mbajt edhe me bo ma qëndrushëm këtë vend në terpen. Sot ju jeni zëvendës avokate e popullit, cilat janë pikat ku kjo punë të jep kënaqësi në fund të ditës edhe në momente si këto nga fund viti ku reflektoj, mi thua vetes po jam krenare edhe për një tjetër mision timin që po e qoj përpara. Puna që unë bëj edhe puna ati institucioni, nëse kur gjë tjetër të ofron një satisfakcion moral se ti u gjindesh njerëzve. Atyre njerëzve që më të vërtet e konsiderojnë se diçka pa drejt ka ndodhë me ta. Një është bo atyre. Edhe menoj që kjo është pika qendrore. Pastaj pjesa tjetër është punë kolektive. Asnjëri prej nesh nuk është se veç mas ne që punojmë në institucione, nuk është punë që mundet me u individualizu shumë. Nuk i takon vetëm ne, patjetër. Edhe unë mendoj që me gjithat, ju zuni me arru një gjo. Me punu në drejtat e njerëzit duhesh me pas një lloj entuziazmi të brendshëm, një kurajo e cila s'guxon me shtërru asnjëherë. Këto nuk janë kohëleta, veç mas për drejtat e njerëzit. Ju e shihni gjithandej globalisht, dhe ajo që ndodh globalisht reflekton edhe këtu te ne. Nuk është se ne jemi si tush dvequme dhe të kursym për asaj që ndodh gjithandej. Megjithatë, ajo pjesa e mosdorëzimit lidhet edhe te kjo punë. Nëse më përpara është përkthy në një sakrificë qoftë fizike, qoftë që ti ke shku me bindjen, keme mujt lehtësisht me qenë dikush që s'kishim jetu sot, sot e përkthen në përpjekjet që njerëzit e këtij vendi për një me ndi lirin në mënyrën e tjetumit përditshëm. Dhe kjo mendoj që është shumë e rëndësishme dhe kujtoj që kjo lidhet pastaj edhe me punën që unë edhe kolegët e mi e bëjmë në institucion. Faleminderit shumë që më erdhe sot në këtë rrugtim të
goxha lëvizëm kështu në përkohë, ama më rëndësishme ja lëvizëm edhe në përjetimet që ju keni kalu. Faleminderit që i ndave me mua. Faleminderit, suksese juve edhe vitri të mbarë e me shëndet për gjithë. Faleminderit. Miq, po shkëputemi pak për marketingun e kthehemi pas ti.